Unë nuk pajtohem atë. I pandiri Kreshnik shihet në video duke gjuajtur me armë. Do të jetë vendim i cili me cilin do të dënohen personat e akuzuar. Gjykata, sipas detyrës zyrtare, ka vlerësuar se është më rëndësishme që ky raport me dokumente përcjellëse të administrohet gjatë shqyrtimit të rihapur. Trupi gjykues gjatë këshillimit të botimit, pas analizimit të gjitha shkresave të lëndës, gjen se në fazën e hetimeve nga ana e policisë është kontrolluar pikërisht vendi në Bjeshk, kur i pandiri Kreshnik shihet në video duke gjuajtur me armë. Dhe gjatë atij kontrolli në Bjeshk rezulton se janë gjetur 13 gjoja dhe 1 fishek. E në lidhje me të njëjtat është urdhëruar ekzaminimi balistik dhe në shkresat e lëndës gjendet raporti i ekspertizës AKF 2022 2700/22 viz 2627 i datës 27/7/2022, por ky raport nuk është propozuar nga ana prokurorisë për administrim, e si rrjedhoi nuk është administruar fare në shqyrtim gjyqësor. Andaj gjykata, sipas detyrës zyrtare, ka vlerësuar se është më rëndësishme që ky raport me dokumentet përcjellëse të administrohet gjatë shqyrtimit të rihapur. Për seancën e radhës që do të rihapet, palët do të njoftohen me shkrim. Çka kam e thonë gjykat. Po pse veç në fjalën përfundimtare keni përmendur këtë provën e re? Unë nuk pajtohem atë. Sot e kem prit vendimin, sidoqoftë gjykata ka vlerësuar se duhet edhe një provë të vërtetohet, që që ka rihap gjykimin. Deri tash, kryetari i trupit gjykues Leon Perlaska e ka udhëhequr shumë mirë proceduralisht. Unë si përfaqësues i familjes së dëmtuar jam i kënaqur dhe pas kësaj seance së radhës besoj që do të merret vendimi dhe ai do të jetë vendim i cili me cilin do të dënohen personat e akuzuar. E ka arsyetuar sot vendimin e vet, bëhet fjalë për një video dhe për fjalën përfundimtare të prokurorës, sidoqoftë e shqyrtojmë edhe përfundon edhe ky proces.